Ditë me parë është botuar romani më i ri shkrimtarit Dinak Elmendi me titull Të huajt. Ky botim i ri vjen si një tjetër dëshmi e angazhimit të autorit në prozën bashkëkohore, duke filluar trajtimin e temave njerëzore dhe shoqërore që përshkojnë krijimtarinë e tij letrare. Sipas vlerësimit kritik, romani është i strukturuar në 14 rrethime, që u përkasin kohëve dhe hapësirave të ndryshme. Është i ndarë në 3 periudha, të cilat autori përvjen natyrshëm dhe me një lehtësi rrethimore: periudha para debimit nga pushtuesi serb, periudha pas debimit në kampin e Bllacës në Shqipëri e në Francë dhe periudha pas debimit në Kosovë. Ekskluzivisht për mediumin Storm, Elmendi ndan detaje shtesë mbi tematikën e romanit Të huajt, duke zbërthyer ide qendrore dhe kontekstin që qëndron pas rrethimit letrar. Të huajt është i koncipuar në 14 rrethime të lidhur njëri me tjetrin, e që paraqesin 3 periudha tonat ose timën e familjes sime, periudhën e para dëbimit në Kosovë, periudhën e dëbimit nga Kosova dhe periudhën e pas dëbimit prapë në Kosovë. Jem përpjekur që përmes personazheve, përkatësisht personazhet, cili nuk ka emër, por që vepron në vetën e tretë, të paraqes kohën kur në Kosovë mbretëronte dhuna, mbretëronte terrori serb, mbretëronte një errësirë totale, edhe informative, edhe kulturore, edhe ekonomike, e tjera. Në pjesën e dytë të romanit jam përpjekur të paraqes kohën e dëbimit, largimit me dhunë nga Kosova, nga milicia ushtria serbe dhe qëndrimin tim të familjes sime e edhe të shqiptarëve të tjerë në Bllacë. Pastaj, po kjo periudhë e pas dëbimit e përfshin pjesën e qëndrimit tim në Korçë, në Tiranë dhe në Strasburg. Periudha e tretë dhe e fundit është periudha e pas dëbimit, është koha e kthimit tim në dhjetor 99 në Prishtinë, kur forcat serbe përfundimisht ishin larguar nga vendi dhe vrehej një frymë gjallë, një jetë tjetër, krejtësisht tjetër, e re, plot vrullë, plot disponim, plot shpresë, plot ëndra. Romani Të huajt është kryesisht autobiografik dhe njëkohësisht përbën një lloj autobiografie kolektive për popullin e Kosovës, duke reflektuar përmes përvojës personale të autorit fatin, dhimbjen dhe qëndrizin e një shoqërie të tërë. Në fakt, romani është kryesisht autobiografik dhe përmes kësaj autobiografie jem përpjekur të bëj edhe një autobiografi të popullit, sepse siç dihet nga Kosova janë dëbuar mbi 1 milion veta, siç dihet në dhunë në terrorin serb kanë jetuar mbi 2 milion shqiptar dhe siç dihet në periudhën e pas qëllimit në Kosovë janë kthyer shumica e atyre që gjetën strehim ose u morën nga të tjerë për të shpëtuar nga dhuna serbe. Periudha pas luftës është karakterizuar nga një tranzicion i zgjatër, i shoqëruar me sfidat e vazhdueshme politike, shoqërore dhe ekonomike, të cilat kanë ndikuar ndjeshëm në jetën dhe pritshmëritë e qytetarëve. Tani nuk është krejt e zezë situata zgjendja siç përpiqemi të themi në ndonjë moment të zhgënjimja, dëshpërimja, rezignacioni. Është vërtet që periudha e pas luftës, periudha e pas konfliktit, tranzicioni siç po quhet, zgjati paksa më shumë se që kemi menduar, ose të paktën zgjati më shumë se sa që kam menduar unë, sepse që nga ajo kohë filloi tani viti 26, përkatësisht viti 27 fillon tani, që kur u larguan serbët dhe kur ne po përpiqemi të ta gjejmë veten në vendin tonë dhe ta krijojmë prosperitetin në adëm tonë, sepse me besoni
ka shumë vendet e tjera, por atë dhe nuk ke tjetër post Kosovës, ai që është i Kosovës. Romani Të huajt është botuar nga Penë Qendra e Kosovës me selinë në Prishtinë, duke u renditur si një botim i rëndësishëm në kuadër të veprimtarisë së kësaj qendre për promovimin e letërsisë dhe autorëve vendor.